Shkencëtarët paralajmërojnë shpërthimi i hantavirusit rrezik edhe për kontaminimin mjedisor të kontinentit. Një shpërthim vdekjeprurës i hantavirusit të rrallë në bordin e një anije turistike në Atlantik ka bërë që ekspertët të paralajmërojnë se turistët mund të kontaminojnë padashi ekosisteme shumë të brishta. Hantavirusi është konfirmuar se u ka marrë jetën 3 personave në bordin e anijes, një anije turistike që u nis nga Argjentina në 1 prill dhe vizitoi Antarktidën dhe disa ishuj të izoluar. Anija ka qenë në qendër të një frike ndërkombëtare shëndetësore që nga shtuna pasi u zbulua se sëmundja rrallë përhapet përgjithsisht nga brejtësit e infektuar. Ekspertët paralajmërojnë se me më shumë vizitor vjen një rrezik në rritje i kontaminimit sëmundjeve dhe dëmeve të tjera në kontinent. Ndërsa numri vizitorëve është ende i vogël, pjesërisht për shkak të kostove të larta dhe kohës që mund të duhet, ata po rriten kaq shpejt sa shkencëtarët dhe ambientalistët po japin alarmin.